Dita e 8 marsit, që është dita ndërkombëtare e gruas, në Shqipëri festohet si dita e nënës. Klasa e 5 e shkollës jo publike Nënshkryesi Pavarësisë në Bisefa, në drejtimin e mësuese Laureta Lamaj, organizoi një aktivitet festiv kushtuar nënave të nxënësve të kësaj klase. Përveç nënave, të pranishëm ishin edhe kryetarja e bashkisë Riselda Sefa, drejtoria e zyrës arsimore Lushnjë Zemjola Hoxha, drejtoria dhe mësues të shkollës. Mësuesja Laureta Lamaj e quajti aktivitetin si aromë gruaje dhe vlerësoi respektin që nënat e nxënësve treguan ndaj njëra tjetrës gjatë këtyre 5 viteve. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku për të festuar sot një nga ditët më të bukura tuaja, festën e nënës. Dashuria sublime më e madhe në botë. Ajo që garanton ekzistencën e jetës njerëzore. Në këto qaste, është e vështirë që njeriu të thotë gjithçka që do të donte të thoshte. Dhe unë e kam shumë të vështirë. Ambient me këto zonja kaq të freskëta, kaq të bukura, kaq elegante gjithë sharm, është në të vërtetë aromë gruaja të më. Ndërsa për këta fëmijë kanë qenë familja ime. Kanë qenë fëmijët e mi, pavarësisht vështirësitë që hasen gjatë jetës së përditshme. Por unë dua vetëm një gjë, që këta sikur të bëjnë atë që i kam thënë dhe atë që i kam mësuar, jam shumë e bindur se do të bëjnë njerëz me vlera dhe ju do të jeni krenar për ta. Atmosfera festive u emocionua më shumë nga fëmijët që ju dhuruan lule nënave të tyre dhe u zbukurua nga zonjat që kërcyen vallet popullore. Drejtoria e zyrës arsimore Lushnjë, Zemjola Hoxha, falenderoi mësuese Lauretën për përkushtimin dhe punën e gjatë të saj me brezat që kanë nxjerrë nga bankat e shkollës. Gjithashtu uroi gëzuar 8 marsin. Në radhë të parë dua të uroj të gjithë mamave gëzuar festën e 8 marsit. Zyqe ti sot ke lok në sy, po duhet jesh shumë e qeshur. Zyqe më e mbaj mend që kam qenë në moshën e fëmijëve tuaj, me këtë energji që ka dhe sot. Duhet të ndihet shumë krenare për brezat që kanë nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë. Unë ju kam shumë zili për energjinë. Nxënësit e klasës së 5 falenderuan mësuesen e tyre Laureta për kujdesin dhe edukimin gjatë këtyre 5 viteve. Nuk munguan as dhuratat simbolike. Shtrekat mësuese, ne tashmë e miritur dhe kemi mësuar vlerën e artë të falenderimit, andaj sot duam ta bërtasim atë fortë për ta dëgjuar çdo fëmijë në botë. Faleminderit që u thye parti ju për të folur bashkë apo për gjithçka. Faleminderit për çdo herë që na përqafove, kur ne nuk ndiheshim mirë dhe nënat tona nuk ishin aty. Ti bolle në mendjet tona dje dhe në zemrat disa njerëz të mirë. Ti na mësove ne fëmijëve me mundësia të mëdha vlerën e dhurimit, qoftë ajo buzëqeshje, lodra apo kujtime. Portretin tënd do ta ruajmë në kufisat më të thella të zemrës, si xhavahir, si udhërfyes, si baston ku mbështeteshin duart tona të vogla, ku shkoeshin abir. Festa vazhdoi me këngë dhe recitime që vogëlushët kishin përgatitur për mësues.